është jetike që opozitat të qëndrojë e bashkuar në situatën ku po ndodhin. Që do të thotë modeli këtë radhë i zgjedhjeve është një model që është për të përshëndetur vetëm nga fakti që o qëndron nga interesat personale partijake, se aty ka shumë njerëz të cilët do donin të kandidonin. Kam frikë që ky model është imponuar nga dy liderët. Pra i njeriut jo politik në garë. Atëherë unë po të them. Kjo është frika ime. Unë po të them nga dy liderët. Kam frikë që ky model që ndryshon nga modeli Basha, Velie, Rama e të tjerë është imponuar. Për këtë dy liderë ke fjalë. Nga Rama dhe Berisha pra, të dy. Modeli që të vendos si teknik? Po. Që të vendos Binaj. Ata kanë vendosur politik. Po një sekond, dakord, por nuk është Ogerta Marceliu njeriu që do të synoj në bindjen time. Është me pritshmëri. Nuk është në profilin e Erion Veliajt, që Erion Veliaj ka pas ambicien për të qenë kryetari i PS-s, nuk besoj se Ogerta Marceliu është një administrator në këndvështrimin tim shumë e mirë, pra është ajo fiks ajo që ju thoni Ermal. Pra ne kemi kaluar, ose këta të dy, se ne çfarë bëmë ne po, Rama dhe Berisha e lanë më në fund modelin politik, sepse këta ka aplikuar edhe vetë Rama me Velien, edhe Berisha me Bashën, dhe kaluan të modeli teknik. Kur tu administratore shumë e mirë, kujt i referohesh? Kam frikë që edhe këtë model ata imponuan.